Punimet në terren për ndërtimin e linjës sekurudhore Durrës-Rogozhin pritet që të nisin në tremujorin e parë të vitit 2026. Kreu i Kurudhave Ergjys Verdo theksoi se ky projekt do të lidhë Shqipërinë me rajonin dhe vendet europiane. Durrës-Rogozhin është nguri i parë i fillimit të një korridori që quhet Korridori 8. Ky është korridor pan-europian, nuk i përket vetëm Shqipërisë, përket Europës, si përket Ballkanit Perëndimor. Tremujorin e parë të vitit të ardhshëm ne do kemi një kontratë firmose dhe fillim punimesh. Kjo linjë pritet që të jetë elektrike, ndërsa Verdo njoftoi se në korrik shpallet tenderi. Në verën e këtij viti zhvillojmë tenderin për implementimin e punimeve civile. Gjithashtu thot se kjo linjë do të sjellë përfitime për ekonominë, duke ulur kostot e transportit të mallrave. Transporti rrugor, këto mallra nuk lëvizin më shumë se sa 20-25 ton për aks, ndërsa në transporti kurudhor këto lëvizin mbi 45 ton për aks. Pra, peshmbajtja dhe sasia më e madhe është ajo e transportit kurudhor, dhe kjo do të sjellë dhe uljen e çmimit të transportit të mallrave. Për arritjen e ekonomisë, ndërveprimin midis vendeve të Europës, kemi trenat sigurt, trenat shpejt, në 120 km/h, që nuk ndotin ambientin. Linja e kurudhore Durrës-Rogozhin ka një vlerë totale financimi prej 120 milion eurosh, duke përfshirë grante dhe kreditë buta nga institucionet europiane. Linja do të ketë një gjatësi prej 34 kilometrash, të cilat do të arrijnë shpejtësinë e 120 km/h.